Përshëndetje gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë, ne do të flasim sot për tregjet financiare, do të diskutojmë për kripto, forex edhe stocks, do të analizojmë dhe pak mallrat. Si çdo javë me ne është Irdi dhe Henry, ka qenë një javë e mirë për tregun, sidomos për stocks edhe kriptot, kam pasur atë rritjen që ne kemi folur në javën në vazhdim, në stocks kemi pas një rritje tek main reversion dhe një çmim mesatar. Do të mbulojmë në segmentin e parë, do të mbulojmë lajmet financiare, në lajm ekonomik që mund të kenë ndikuar në këtë rritje, apo thjesht ka qenë një çmim që thjesht duhet rritesh e tregu pasi ishte ulur shumë. Përshëndetje çuna, si kaloni ju? Përshëndetje. Po një javë mirë për tregun. Dukeni të gëzuar sot, ndoshta nga që keni fituar këtë javë. Po ja, ishte shumë javë mirë për mua paktet. Po jemi plus. Si në kripto dhe në stocks, unë kam rindërtuar një portfolio shumë të shpejt. Ti Kleo e pe merr ditës, ja 8 pozicione, 10 pozicione merr ditës. Pa. Ky bëri kështu në te grupi në Discord. Po çonte një po blej këtë, po blej atë dhe unë isha sugjeruar 2-3 stocks çat blinte, vetëm kur u nisën 8-10 rresh. Hyra këtu, stop loss. Nuk jam vlen më. E ndërtoj. Po, shpesh, e kisha gati sepse i kisha studiuar me kohë që këto lloj sektore ose këto ide dhe ishin perfekte. Prandaj hyra në kripto kemi ecur mirë. Ti Kleo ke trajtuar më shumë te kripto. Që ka ecur mirë. Irdi, besoj edhe ti. Për stocks, SOXL kisha, RKLB dhe Ionic që perfektova për bëdarë. Dhe unë bleva Ionic. Por mirë që të flasim tani për segmentin e parë që është segmenti i lajmeve ekonomike dhe financiare. Irdi ti je një nga më të mirët me leximet e lajmeve dhe vendesh. Kështu që na bën ai jam mirë për leximet, thjesht nuk ishte lajme ekonomike këtë javë. Po kishim earnings që ka qenë pozitive përgjithsisht. Ishte Tesla doli shumë keq. Njerëzit e prisnin akoma më keq. Doli 73% ulje nga viti në vit. Po njerëzit sa duket e prisnin më keq si stock. Ndoshta lexova një analizë, do të thotë që Tesla është në një fazë konsolidimi dhe rindërtimi të modelit të saj të biznesit, duke u larguar nga makinat, edhe duke futur tek AI, tek robotika, dhe prandaj ndoshta njerëzit e presin akoma me optimizëm. Kishim edhe lajme që Elon Musk do largohet nga Dodge dhe nga qeveria amerikane dhe do fokusohet më shumë tek kompanitë e veta. Edhe kjo ishte një tjetër lajm shumë pozitiv për kompaninë ndoshta. E pritëm pozitivisht. Pastaj kishim earnings të tjera kryesore të teknologjisë, ishte Google, që kishte një balance sheet perfekt, pothuajse. 34 bilion të ardhura të pasura, domethënë, duke hequr shpenzimet dhe ato, kishte rritje përqind diku te 6-7%, krahasuar me atë që pritej. Dhe është një kompani domethënë që të rritje, i mbylli edhe ato çështje gjyqësore që kishte, më duket në Amerikë, kështu që besoj se tash jemi në një fazë shumë të mirë për Google-in. Për monopolin duket që ishte për monopolin e reklamave dhe çka tillë. E mbylli ato çështje gjyqësore, sepse njerëzit nuk kanë rëndësi nëse është në favor apo në kundër Google. E rëndësishme është të mbyllet procesi gjyqësor që institucionet të kenë më shumë garanci për të investuar te Google. Që edhe kjo është shumë pozitive dhe kishim rritjen në të gjithë quantum, në të gjithë AI, domethënë kishim goxha rritje të mërkuara në të jetën. Okay, pas një ringjallje të sektorit teknologjik në Amerikë. Kishim Nvidia me AMD që gjithashtu kanë ecur zakonisht shumë mirë, do diku te 10-15% të javë të dyja. Nga lower lows që kishin. Pakashtu po shkëmbëtatos çmime stabile, ishin, pavarësisht se jemi ngritur këtë javë, jemi akoma poshtë 200 day moving average, që do të pasur kujdes, po ishte një stimulim i mirë për ata që blen bottom, edhe për të pasur një përfitim të vogël tash edhe të bëjnë ato stop losset e veta për vetimin. Po për vetë janë të gjitha stop loss, sepse për sa kohë një ulje më të thellë. Por që të shohim. Po, një... Për shumë to, kishë pastaj lajmet e tarifave që Trumpi po negocion me çdo shtet
por nga një anë dalin raporte që i konfirmojnë, nga një anë dalin raporte se çdo likidës se thonë ne nuk kemi hapur asnjë bisedim me Trumpin. Kështu që është një situatë e komplikuar akoma, por që më duket sikur të dyja vendet kërkojnë një zgjidhje tash sepse kërkia mbi të gjitha. Të gjithë do të para. Të botë, kështu që besoj se do zgjidhet ta bashkë. Me këto lajme të tarifa ka dhe ca lajme që dalin falso. Trumpi ka thënë dhe kështu dhe du të keni shumë kujdes me lajme që lexoni dhe ku i lexoni ato lajme dhe nga vinë. Sepse dalin lajme që Trumpi do flasim me Kinën, Kina thotë që nuk kemi hapur diskutimin. Eksakt. Kështu që keni kujdes që po që merrni vendime në treg, mos i merrni vendimet të nxituar me ndonjë lajm që keni lexuar, por të shikoni edhe faktorët e tjerë dhe situatat e tjera. Flasim pak për Teslën, atë që një gjë që theti interesante i rishë që tani po shikohet ajo që Tesla po lëviz nga një kompani që bën automjete elektrike te sektorët e tjera, te robotika. Robotaxi ishte një nga gjërat që doli të premten, një lajm pozitiv për robotaxin. Jo, do thosha që te earnings kishte edhe një fakt interesant që sektori i energjisë të Teslas ishte i vetmi që kishte rritje për momentin. Kështu që edhe kjo është një gjë pozitive. Panele solare, makina, solar panel edhe rooftop që kanë ata që i bëjnë kështu çati me panele diellore që kanë teknologjinë e tyre. Kështu që ky sektor kishte postuar goxha rritje, gasi me makina që kanë konkurrencë. Një gjë që unë e kam vënë re që në tetor, sepse unë e bleva Teslën atëre, të ajo vala tetorit në torit, ishte që jo vetëm që po bënte këtë gjë, po bazoheshe shumë si biznes te ideja që do krijonte robot taxi. Do bënte robot taxi dhe do hynte tani pak a shumë te tregu i Uberit ose tregu i ajo pjesë që të blejnë makinat dhe t'i fusin investitorët, le të themi, si t'i marrin me qira, me mujore, dhe t'i fusin t'i bën taksi me robot taksi. Sa në sektor. Lexova edhe te akaunti zyrtari i Teslës që kishte një subscription model për full self-driving, diku te $300 në muaj. Edhe kjo domethënë kanë quar si subscription model që edhe kjo ndoshta ka ndikuar në rritjen e çmimit. Po, eksakt. Po bën këto ndryshime, nuk është përqendruar se një kompani që merret me automjete, merret me redesign, një temi reformatimin e lukut, e pamjes estetike të modeleve që ajo ka. Tesla nuk e ka bërë të gjë për vite. Tani unë shikoj për njërin Tesla në 2024-25 që ka qenë në 2018 ose 2016. Thjesht ka shtuar ca modele që ka bërë pak më të mëdha, Forstrada, gjërat e tjera, por nuk është që ka avancuar nga ana e pamjes. Kur mendon që Mercedesi, BMW-ja çdo vit nxjerr një model të ri ose një modifikim të modelet. Kjo e bën, le të themi, një produkt që edhe konsumatori nuk mërzitet me atë produkt dhe fillon që ta blej. Ato po përqendrohen më shumë te si të bëjmë prodhim më të lirë të njëjtë modele që kemi tani dhe pastaj t'i fusim t'i bëjmë robot taxi me atë subscription model që po thotë ti, edhe jo shumë të konsumatori, sepse besoj e kuptojnë dhe këtë pjesë që arsye pse Tesla ka bërë një rritje të jashtëzakonshme është sepse shteti ka sponsorizuar një pjesë të blerjes. I ka dhënë mrapsh ato para si tip kompensimi personave që kanë marrë iniciativë që të blejnë makina elektrike. Dhe ajo tani është hequr dhe po fillon që të krijojë probleme, pastaj edhe problemet e Deutsche që ti përmende. Por ajo nuk mendoj që është kryesorja. Investitorët gjithmonë do shikojnë të ardhurat e biznesit dhe potenciali i rritjes. Unë nuk më intereson shumë se çfarë bën me Deutsche Elon Musk, më intereson më shumë ku ka sektoret që do shikoj Tesla që do rriten të ardhurat e biznesit, që kur e vlerësojnë biznesin, a me vërtet ka vlerën $600 ose $1.000 që mund të shkoj, ose ka vlerën $200.
Këto janë analizat që ne do të bëjmë nga ana financiare për flasim për Teslën. Për Google, kishte ndonjë lajm për Google për quantum computing apo nuk kishte ndonjë lidhje? Po shumë për to që bëjë gjë për balance sheetin që kishin shumë të mirë, kishin rritje në të gjithë sektorët edhe në Drive, domethënë edhe në YouTube. Po. Që ose rëm që Google ka çdo biznes të mbushur. Ka email, ka Drive, ka AI, ka edhe për AI po shumë pozitivisht që kishin filluar edhe këta të promonë të agjentet e tyre të personalizuar për çdo lloj sektori. Ka shumë këto do të thënë që po për fatë besoj të kemi nga mezi viti ndoshta do të partnership, sepse zakonisht nga Rico Gusti për këto konferencë të mëdha për teknologji, kështu që. Po. Te sektori i makinave elektrike, ato mjeteve elektrike, BYD kanë nxjerr profite të mira në 3 muajin e fundit dhe shitje të mira që janë në rritje. Është tani ndoshta kompetitori numër 1 dhe kompania që po ja merr klientelën Teslës dhe prandaj ndoshta Tesla po shikon që nuk mund të konkurrojë dot dhe në çmim, por dhe në teknologji, po mundohet që të bëjë këtë le të themi modifikimin e biznesit, të bëjë një pivot të shkojë në një sektor tjetër. Për Google edhe për Quantum, të thoj që Quantum do kohën e vet si industri dhe unë tani po e traktoj më shumë me volume dhe me eufori blerje nga ana teknike këto ide si IonQ apo CBTC-ja dhe Rigetti computing që Ionic mori një kontratë domethënë $22 milion me shtetin duket, me Bashkimin Evropian me Amerikën, nuk e mbaj me të fiks, por që mori një kontratë goxha të madhe domethënë për quantum development. Po. Që kompani që më sa duket është bazuar pak a shumë si palantir që për kontrata, pastaj shpërthen në një moment të caktuar, pastaj bie prap, konsolidohet dhe pastaj shpërthen prap. Eksakt. Është një nga më të mirat për mendimin tim. Më sa më merrun IonQ është një platformë cloud për quantum computing. Le të themi modeli i biznesit. Dhe kjo do jetë shumë rëndësishme në të ardhmen, sepse ne që nuk kemi akses ose mundësi që të blejmë financiarisht një quantum computer, mund të përdorim serviset cloud. Microsoft me Office package që ka kaluar komplet online për këto kohë nuk e prodhon më ose prodhon për kost $100 duke të kreativ. Po besoj do thoj gjë të dëgjuesve që ne kur trajtojmë ndonjëherë trajtojmë edhe me tema. Njëra temat më të rëndësishme në avancimin e njerëzimit tani është quantum computing dhe AI. Irdi ka hyrë edhe në SOXL që është ETF-i. Besoj që ka hyrë, Irdi pa. Jam gatruar me 60% plus për ditë. Ka jetur shumë mirë. Po, shumë mirë. Që është sektori i AI ose mikrochipave që do bëhen për data center, për AI, kap gjithë kompanitë aty, ETF, dhe këto lloj lëvizje bëjmë ne, sektorët kryesor në momentet e duhura. Pozitive për sektorët është por si se këtimet mund të jenë më të vogla që goxha projete domethënë, shumë se rritet Nvidia 20% dhe AMD 10%. Se Excel t'i e mbrojtur dhe rritet 15% domethënë nga darja atyre, por nuk humb 10% e Nvidia dhe 20% dhe fiton 20% e tjetra. Për 10% profit, të kohë që mund marrësh 15% të ETF-i. Po, eksakt. Po, një gjë tjetër që unë e di për SOXL është me 3x. Apo me 3x, që lëvizja e sektorit më lëvizi 2% e ke me 3x automatikisht të ETF-it. Këto janë ca gjëra që ne i ndajmë edhe te Telegrami falas, prandaj ju ftoj që të bëni pjesë. Edhe një gjë tjetër që do shtoj këtu është kur bën tregtim në këtë mënyrë që kap temat më kryesore, ka dhe eufori blerje në këto sektor dhe kjo e bën atë me themi përfitime më të larta. Problemi që kemi
që shikoj unë edhe te Telegrami është që përqendrohen shumë te kripto, se mendoj që është i vetmi sektor që mund të bëjnë para në këto ritme, le të themi, pak më të larta. Por dëgjuesit keni dhe mundësi të tjera, keni sektorin e AI-s, keni sektorin e quantum computing, keni sektor të ndryshëm që do ecin në le të themi ciklet e veta. Një shembull ishte Tesla këtë javë. Kripto rrit me 2-3%, Tesla rrit me 16% nga çmimi i ulët. Eksakt. Unë bleva Teslën këtë javë. Dhe Tesla ka fituar. Bëhet të bia një herë, po thash, shumë ulët. Bëra një short trade, po që dola direkt. Kur dola në earnings, i pash shumë keq, po pastaj e pash që s'kishte fuqi shitse, e shita direkt atë short position. Po. Bëlla direkt. Do një lajm tjetër të rëndësishëm, po mendoj të flisim pak për Floririn, me që Floriri ka filluar tani atë rënje që ne kemi pritur. Doni të kemi ndërtuar që të jenë kaluar të 3400, ajo vajte 3500 në lajmin që Kina po blen po akumulon shumë Flori. Po pastaj u bë kjo pjesa e tarifave që po rriti marrëveshje dhe kështu e kishte një shitje të njëhershme të 3500. Duket që është kufi që njerëzit marrin profit edhe e lej pastaj të stabilizohet. Do fundet ajo zot, unë futa të 3450 diçka tjetër. Edhe mbyllet të 3300 pëlqet ajo zot. Për të mbyllur, nuk është se bajta shumë hap. Tash pres për një konsolidim dhe kur tulet stocks do rritet gold, si zakonisht. Po. Kleo, tim çove mu një lajm te JP Morgan për Floririn, do ta ndash këtu me dëgjuesit? Po, kemi pas një lajm që JP Morgan ka thënë që Floriri do jetë në rritje, mund shkoj deri te 4000 brenda vitit 2026, domethënë fund 2025-s. Por ajo që dua ndaj unë është që kur kemi kështu lajmesh, biles unë lexova tek është një faqe në Instagram, Economics, që ka diku te 17 milion followers, edhe komentova që kur JP Morgan japin kështu lajmesh duhet hyni short dhe jo long. Edhe më ktheu komenta që you have right, që drejt. Domethënë ja çova dhe Henrit dhe ndoshta kjo mund të jetë një shenjë recesioni. Këto mënyra si mendojmë ne është mund të quhet pak ndoshta që jo besueshme, por do të them që kur dalin kështu lajmesh janë gjëra që duhet i mendosh 2 herë, nuk mund të jetë aq e thjesht. Domethënë që të gjithë njerëzit ta blejnë Floririn edhe bëhen gjithë pasur. Diçka ka që nuk shkon në këto raste. Por mund të jetë edhe mund të shkojë edhe me të vërtetë. Nuk e di. Ose shkon aty, po unë i kthej përgjigje Kleo se i thash, ndoshta mënyra se si do lëvizi çmimi është që po gjithë stokse vazhdojnë këtë rritje, Floriri do ulet pak. Se do të çakolloj kapitalit të stokes të asete pak më të rrezikshme. Dhe pastaj do hyjë recesioni, do kapi atë barierën e 5700 të S&P 500 ose diku tjetër, do hyjë një lajm që mund të sjellë një recesion ose një situatë ekonomike ose gjëra të tjera problematike nga ana ekonomike dhe besoj në fund të majit mund ta kemi një lajm të tillë, duke qenë se do kemi tarifat do kenë impakt në shitjet e majit, sepse lexova që eksportet e Kinës në mars ishin rritur jashtëzakonisht shumë për prirje të tarifave. Tash me datat e prillit që do dalin në maj, nëse do kemi ato lajmet e këqija, që presim do kemi një ulje të tregut për të godasim të 5.700 direkt. Do ndjehet impakti i tarifave që kanë nejtur tani gati 3 javë, sa i ka rënë tani 3 javë, do ndjehet impakti mbas 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, dhe atëherë ndoshta shkon goldi deri te 4000 dhe aksionet konspirative tash. JP Morgan nxori këtë lajm, likuidoi të gjithë asetet e veta në cash, kur nxori këtë lajm, sepse të gjithë blejnë 3400-3500 në prirje të 4 vitëshe, siç e parashikoi JP Morgan. Tash ata projekte që mund të negocojnë çmim më të lirë të 2900-3000, edhe të shkojnë te 4000 prapë, kështu që dalin të fituar dy herë. Eksakt. Atë vetëm të trajtojmë në një mënyrë si po e mendojnë ato që mund të ulet çmimi dhe të bëjmë këtë gjë që po diskutojmë këtu, dhe ne do dalim të fituar, dhe kjo është ideja e le të themi mënyrave se si ne
mundohemi që të parashikojmë lëvizjet që mund të bëjnë këto institucione dhe të jemi gati për pozicionimet. Tani se sa i kapim, nuk jemi perfekt, mund të i kapim në themi 60-70% të rasteve. Dhe Golden e kemi kapur pozitës me 100%. E kapur të 3.500. Okej. Rregull. Ndonjë lajm tjetër, ndonjë event tjetër që doni të diskutoni? Kishim atë futbolin që bëri Ministria e Shëndetësisë, RFK, domethënë Junior, të këtyre koloruzëve të ushqimit, po nuk është se kam parë shumë si industri, është se kam pasur ndonjë ulje në këto industri kimike. Okej, unë se kam pa fare këtë pjesë. Ti të ke traktuar Oxy, me ai sa diuna nafta. Oxy ka jetur shumë mirë, arritja të 40 që folëm javën e kaluar, që preset të shkojë $40. Me asa kam paun të US Oil është që probabiliteti ka tani që mund të kthehet ajo zonë që thotë nafta US Oil në përgjithësi dhe pastaj mund të ngrihet dhe çmimi i oksit. Lexoj një statistikë, domethënë që ka edhe një rritje shumë të lëvizjes së automjeteve gjatë periudhës së verës së kamioneve të industrisë, domethënë të tregtimit. Që edhe kjo sjell përdorimin më të madh të naftës, si për avionët, turistët, domethënë që fillon muajt e verës se këto edhe ndoshta prandaj vjen edhe kjo rritje e naftës. Kështu që zakonisht gjatë periudhës së verës ka dhe harxhime të shumë nga nxehtësia, po ka edhe më shumë lëvizje, më shumë transport të ushqimeve të marrëve të njerëzve. Kështu që po që ta kuptojnë kjo rritje. Eksakt, që ta kuptojnë dëgjuesit ndoshta që janë fillestar. Kjo është një tregtim ciklus. I bën që cikli i biznesit i ri po mundohet të tregtojë atë cikël, themi veror që ka ky si biznes, të përfitojnë nga ajo lëvizje. Është një gjë që edhe mund të tregtoni temat, pastaj ciklet, ka mënyra të tjera që mund të tregtoni. Po kjo problemi tim është një tregtim që unë bëj për sigurinë time, domethënë, që sepse në datë 2 maj marrë edhe dividendin, edhe reinvestoj, kështu që është një tregtim pa humbje, po thjesht është një tregtim afatgjat që të vazhdoj cikli do rritet do ulet, po është një aset i sigurt që pa një pjesë të vogël të kapitalit, 3%, që rritet eventualisht, po thjesht do rritet. Dividendi është si një plus që ti merr dhe të jep diçka gjatë kohës që ti ke pozicionuar veten në momentin e duhur. Kleo, ti do të shtojë ndonjë lajm këtu tjetër? Për një lajm tjetër, është për kripto. Tani që po lexoj unë është ky domethënë funerali i papës, i cili ndrojet dhe gjithë liderat botror janë mbledhur atje, ashtu dhe Trump është i pranishëm normalisht, Zelenski është aty dhe ndoshta një takim që është zhvilluar midis Trump dhe Zelenskit ka qenë produktiv, ashtu është shkruar, dhe ndoshta mund të kemi një arritje të një marrëveshje, ndoshta paqe në luftën Rusi-Ukrainë për një periudhë caktuar dhe kjo mund të jetë një lajm pozitiv që tregjet mund ta presin pozitivisht dhe mund të kemi edhe ndoshta një rritje në sepitat vandrit akoma më të madhe, por është ajo barriera e çmimit që do ta analizojmë më vonë. Edhe këto janë lajme ekonomike që do ndikojnë normalisht. Trump e ka marrë kontrollin, gjithin e ka marrë ai pushtetin e tregjeve në dorë dhe gjithë investitorët priren nga këto lajme, domethënë janë fokusuar. Po ashtu dhe tarifat në krahun tjetër, po ashtu dhe takimet që bën Trump me liderat botror, luftrat normalisht, edhe shikojmë këto janë. Në kripto ka qenë një lajm që sharak do ta quaja unë, që Trump do të mbajë një takim me një dark me 200 holdersat e tij në monedhën e tij Trump Coin. Kemi pas një pump lezetshëm 20%. Sot. Po, edhe këta janë thjesht manipulime, unë nuk i besoj fare, domethënë janë manipulime për të ngritur pak monedhën e tij, po nuk meme coins janë meme coins, thjesht nga emri. Po. Ke drejt. Këtë për atë takimin me Zelenski, me aq sa di unë ka bërë një marrëveshje Amerika që do marrë le të themi në dorë ca nga asetet, burimet natyrore, po mineralet të tjera që ka Ukraina. Kështu që ne mund të shikojmë ndonjë ide të kompani amerikane që mund të marrin në dorë ato
minerale dhe do përfitojnë nga zhvillimi ose ndoshta dhe rindërtimi i Ukrainës, të jetë një industri që Ajo është kryesore për mua. Për të filloj projekte rindërtimit dhe jetë të shoh të kompanijat që janë këto kompani të mëdha të ndërtimit. Ato do të kenë po këto kompanitë të inxhinierisë mund të ecin shumë amerikane, se ato do të marrin kontratat me shumë probabilitet që ato i marrin kontratat. Dhe kjo do jetë një mundësi që ne do kemi ka le të themi marrëveshje që mund të bëhet midis Ukrainës dhe Rusisë dhe Amerikës bashkë. Okej, për kripto nuk kemi pasur ndonjë gjë le të themi që mund të flasim këtu, ajo lajmi i Trumpit. Trumpi ka filluar tani çdo fundjavë që të dalit flasi ose ndonjë fundjavë fillon dhe flet për kripton dhe jep ndonjë pump, por janë pumpe që shuhen shumë shpejt dhe do të keni kujdes. Dollari do të kishte një rritje, ka pasur pak fare më duket rritje këtë javë, me idenë që ishte bërë shumë i shitur dollari dhe do të kishte një rritje, por nuk është që ka pasur ndonjë rritje që mund ta tregtoje seriozisht. Duke se kur rritja më shumë për lojët e stocks të javë, se sa të do. Duke që se të kërë rrezikshme, po ka dhe fitime më të mëdha. Po. Stocks. Okej, po mendoj ta mbyllim me kaq segmentin e lajmeve dhe eventet kryesore. Tani po do hym te analiza dhe parashikimet. Fillojmë mirë me kripton. Meqense shumica e dëgjuesit ton dhe atarët e Telegrami preferojnë kripton. Këtu kemi grafikën e Bitcoinit. Unë dhe disa nga atarët e tjerë të Telegramit besoj që e kanë hapur dhe ato në këtë rast tregtimin për long. Kam hapur një tregtim long të kjo zona, por kam blerë në një mënyrë graduale. Dhe pasaj në thyrët e 86-ës kemi pasur këtë rritjen. Ka dalë pak a shumë ajo që ne kemi parashikuar që me në zonës 83 deri te zonës 86 po bëhet ajo lufta bull bear, kur të kapi animin, do të tregtojmë kishim dhe mundësinë e shorti që mund ta shkonte prapë të 75-a ose dhe të 68-a që nuk ndodhi asgjë gjë, shkon për lart, jemi tani diku te 10% plus. Kapi dhe zonën ka kapur dhe zonën që unë kisha si parashikim që ishte zona 96 dje 95 pikca. Dhe parashikimi im për këtë javë është që duhet të konsolidohet, duke shumë qartë të këto hijet e qeriut që ka furnizim këtu lart dhe blire këtu poshtë, kërkesë dhe furnizim, dhe duhet të vi të paktën te kjo zona 90 ose deri te 89. Varet se sa do konsolidohet dhe si do konsolidohet, për një dip është normal në këtë situatë, por para se të marrë le të themi një ringjallje dhe të vazhdojmë më lart. Kjo do ishte le të themi idealja për mua do ishte kjo lëvizja parë, dip, support, pak rritje, pak dip prap, pastaj një shpërthim për më lart 800.000 sipër. Kjo që do i bënte një dip më thellë, do na fillonte që ta friksonte më shumë dhe të ishim më të kujdesshëm në menaxhimin e altcoins që do ndikohen ndoshta më shumë se sa Bitcoini në këtë rënje. Dhe kuptoj që ne preferojmë këtë rënje tani kur jemi për long, por mund të ndodhi dhe kjo. Kemi 2 skenare këtu që mund të ndodhin në javën në vazhdim ose 2 javët në vazhdim. Pastaj skenari për kthim. Po. Okay. Kleo, do të shtosh në gjë ti këtu te analiza? Jo, unë shikoj analiza Bitcoinit është pak ne kemi thënë sot mëngjes në një video që ti ke ndarë në grupin e Telegram që pritet një ulje, domethënë këto valët e tregut normalisht kemi një trend, dhe të kemi ulje që trendi të vazhdojë, nuk mund të vazhdoj trendi nga
nga çmimi 85-86 që ne kemi thënë qoftë se thyen këtë çmim do të jemi long dhe ashtu kemi qenë, nuk mund vazhdoj tani nga 86 shkoj te 110.000. Sepse po shikoj shumë analiza, këto janë analiza fillestare që lexoj unë, por dua të jap një shpjegim për shqiptarët që nuk mund të jetë me një hershëm ky çmim nga 86.000 që ne kemi qenë long, ne të shkojmë te 110-120.000. Kemi shumë rezistenca për të hasur. Me disa shenja që shikoj unë, e ndava dhe në Telegram për Ethereum, i cili akoma nuk e ka nisur atë trendin serioz. Nuk e di, domethënë do ta ketë shumë vështirë për të thyer një zonë tek 2000, tek 1900 diçka e tillë. Dhe do i duhet disa ditë, do i duhet ndoshta edhe javë, 2-3 javë që të konsolidohet pak dhe pastaj të kemi ndoshta një rritje ose ndoshta do të kemi një zbritje se do varemi nga lajmet ekonomike. Por dhe analiza teknike jep një shpjegim. Diçka që thosha këto dhëna teknike që thua shpjegoj me dëgjuesve, janë sepse njerëzit bëjnë DCA ose kanë blerë në një farë çmimi, edhe kur arrin atë çmim, duhet të dalin me 0 humbje, kështu që shesin sepse kanë pasur 60-70% humbje. Edhe kur arrin të ajo 0% profit, do duket se kanë fituar 60-70% portofolin e tyre mbrapsht. Edhe shesin direkt, domethënë kur arrin ato nivele që kanë hyrë. Kështu që edhe kjo ndikon domethënë që kemi ato ulje dhe ngritjen e çmimit në zona fluksi. Po mirë që thet këtë pjesë, aktualisht një nga shokët e tuaj, Kleo, ka shkruar që ka bler Bitcoin te 95-96 edhe më tha ta shes aty. Kuptoj që unë nuk jap këshilla financiare asnjërit. Ta shes te kjo zona dhe pastaj të rihyj më mbrapa. Më thash mendoj vet, por kjo zona ka qenë një zonë një herë, dy herë, tre herë. Po i shkruaj Kleos. Po, atë i thash kontaktoj Kleo. Një herë, dy herë, tre herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë kjo zona support që është bler akumuluar këtu me idenë që do shkonte për lart te 120.000 shija që parashikoshin të gjithë, që të kohë që ne kishim qenë short që 97.000 nga ana jonë, kemi marrë rreziku më shumë të animi për short këtu. Dhe kjo zonë tani është bërë zonë rezistence, zonë supporti është bërë zonë rezistence për atë gjë që thot Irdi. Që dalim me break even, me paratë tuaja, me paratë veta dhe pastaj mundohen që të kapin ndonjë çmim tjetër. Po kjo është situata e Bitcoinit. Do të thotë që keni kujdes, kjo edhe mund të thyj këtë strukturën këtu direkt, kuptohet, tregu ka menjen e vet, tregtarët mund të kenë oferi të jashtëzakonshme, por probabilitetet anojnë më shumë të një dip ose një konsolidim përpara një vazhdimësie. Tani të mulojmë Ethereum, e përmendi pak Leo këtu. Pas kam bërë ca vizatime të tjera për trajnimet. Për mu, kemi këtë barierë e kësaj vizës trendit që është në rënje, që ka kapur 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë. Dhe jemi të e zona tani. Kam darë këtë analizë të Telegrami që në fillim të javës, përpara se bëri të shpërthimi që edhe po ikim për lart do kemi një konsolidim dhe pastaj një vazhdimësi. Kjo do ishte le të themi idealja dhe logjika tregullt që do kemi rezistencë këtu dhe pastaj do na shkojë për lart te zona që jemi tani momentalisht 1800. Kjo zona deri te 2000 ca edhe më poshtë te 1700, një zonë prej $300 është një zonë që po bëhet ajo lufta që u bë te Bitcoini, ishte 86, 83 për vendosjen e animit të asetit. Kjo është shumë domethënëse sepse çdo altcoins tjetër, shumica altcoins të tjera varen nga Ethereum. Po që Ethereum nuk ecën, nuk kemi një alt season ose një bull run në alt serioz. Do kemi ca altcoins që do ecin veç, si Trumpi sot me lajmet e tjera, por jo gjithë tregu të eci. Kështu që do të shikojmë me kujdes këtë zonën që nuk e thyn këtë 1700,
Se po thyu 1700, shkon prap short dhe kemi një short edhe më të thellë, ose një double bottom, që do ishte ky skenari i ta vizojmë këtu. Skenari që thyet në zona dhe pastaj shkojmë te double bottom dhe ndoshta atëherë fillojmë valën serioze. Kjo double bottom ekziston dhe mundësia për double bottom ekziston edhe te S&P 500. Prandaj nuk është ndonjë gjë që është me probabilitet të ulët. Unë mendoj që mund të kemi probabilitetin e kësaj formimi diku te 40%, probabilitetin e kësaj formimi tjetër, skenari tjetër diku te 60%. 60% panojmë që do ndodhe ky skenar, konsolidim dhe pastaj shpërthim për lart, te 40% panojmë te skenari që shkojmë për poshtë, pastaj bëjmë double bottom. Ose ndoshta edhe një bottom të thellë. Është për të parë, por skenari bearish. Për mendimin tim, jemi në këtë situatë. Unë personalisht kam hyrë që në 1600, jam plus, edhe po që kemi skenarin për short, unë dal me pak profit dhe pastaj tregtoj short. I kam darë këto analiza dhe momenti që kam hyrë të Telegrami. Dhe kjo është situata për mendimin tim. Ti Kleo, ke diçka për shtu këtu te Ethereum? Ethereum, siç e thash, që kam përmendur, që do të thyej këtë çmimin që ne presim që të formojë një trend serioz dhe mund të sjellë atë all season. S'do ta quaja all season, do ta quaja një trend tek 50 deri në ose 20 deri në 50%. Ndoshta mund të ishte një trend serioz edhe që mund të merrnim atë profitin. Por do të shikojmë si do të reagojë çmimi në ato zonë. Unë kam bler Ethereum faktikisht, kam bler një çmim shumë të ulët edhe jam plus për momentin. Po. Unë dështoj këtu që mos prisni mrekullira në treg, që të rikuperohet te zonat që ka qenë në dhjetor, sepse ka rënë diku te 60%, 70%. Dhe një logjike të rregullt është që duhet shkoj te mesatarja, të kapin vetëm Fibonacci, unë personalisht nuk e përdor shumë, por të kapin vetëm 50% të kësaj lëvizje që ka bërë për short të rikuperohet, i bin të 2700. Pastaj mund të mendoni për ndonjë trend për më lart. Është me probabilitet shumë të ulët që do keni ndonjë mrekulli në treg dhe do heci me val super të larta si 2020, 2021, ajo me vërtet ishte një alt season. Alt season tani nuk kemi. S'kemi pasur. Alt season atëre ishte sepse kishte një eufori nga tregu për sektorin e kriptos, po kishim dhe parat që po printoshin nga Amerika që hyn të tregu. Jo vetëm të kripto, po edhe të tregjet e tjera. Do të ketë rrethanat e dhura, heqja e tarifave nuk ka për të bërë ndonjë ndikim të madh. Do lehtësoj tregun, por nuk i heqin tarifat ato. Do t'i ulen nga 140% do t'i bëjnë 20% apo 30%. Po prap do ketë tarifa më të larta se sa ka pasur. Kjo do ketë impakte inflacioni. Do ketë impakte të ekonomia amerikane. Kështu që mos prisni mrekullira nga Trumpi që do t'i heqi komplet tarifat, nuk besoj që i heq. Dhe do negociohen down, do negociohen më të ulta. Dhe kjo nuk është që do të sjellë ndonjë eufori të madhe. Ndonjë tjetër që shikojmë, Kleo? Ja vlen apo ta lëmë kaq me Bitcoin Ethereum? Bitcoin Ethereum janë kryesore, pastaj normalisht Sol që është në kripto që tregtohet më shumë brenda Bitcoin dhe Ethereum. Ka të njëjtën lëvizje çmimit. Do të shikojmë se do të ecë Bitcoin, në coins tjera, pastaj ADA, XRP, këto janë në momente XRP pak më vonë mund ta quajmë krahasim me altcoinsat e tjerë në këtë lëvizje që po ndodh në treg. Është pak me vonesë, por mund vi dhe aty një val për lart, nëse çmimet do të shkojnë. Kam besim që mund të jetë një val, një trend i vogël në kripto. Por nuk kam besimin që do të jetë aq i madh sa të gjithë e presin, kështu që duhet të keni kujdes. Unë e kam përmend edhe dje në Telegram. Dërgova çfarë pozicionesh kisha luajtur
kam heq riskun komplet, tani nuk më intereson nëse edhe çmimi bie, kam siguru profit vogël, kjo është ajo kryesore. që unë bëj. Do të shikosh dhe le të themi krahasime me vallet e kaluara. Shikoj sa të vogla po i bën këto qerit jeshil meraditës. Po, se kjo tregon që nuk ka pasiguri në treg, e tham edhe tek lajmet dhe vendet që diskutuan në fillim, që investitorët janë të friksuar. Trumpi ka marrë gjithçka në kontroll, presin vetëm lajme nga ai, lajme ekonomike, jo do bëjmë këtë, do bëjmë atë, dhe normalisht është ajo frika në treg, prandaj nuk po investojnë lirshëm që të blejnë. Po. Ose investojnë me periudha, do thënë investitor serioz, siç je edhe ti, investojnë me shuma me pak, pastaj presin që çmimi të rritet, futin dhe pak kapital, pak nga pak. Po, me scale, që fus pak më shumë kur të jetë më i sigurt të rregu. Po, por nuk po i bën këto le të themi si kjo vala nëntore që rrit kanë qenë shumë të mëdhej, nuk i ka atë lloj le të themi formimi Ethereum. Vetëm Bitcoin e ka pasur atë lloj formimi që ke pasur 2-3 ditë rresht, kështu që kjo dita 22 prill të martën ishte shpërthyese në treg dhe ringjalli atë tregun në përgjithësi, por në altcoins nuk po kemi këto lëvizje, kemi në disa asete të tjera patjetër, po flasim kryesorët, Bitcoin, Ethereum dhe ndoshta ADA, këto nuk kemi pasur ndonjë gjë të jashtëzakonshme në formimin e çmimit, si kjo vala këtu që dukeshe shumë qartë që kishim eufori blerje këtu, me formimin e qerive vetë, vetëm me formimin e qerive. Për ide të reja, ose analizat e tjera, shkoni te Telegrami se është më lehtë edhe ti merrni live kur bëhen dhe kur ne diskutojmë për coins ose kripto të ndryshme. Tani po mendoja Kleo që të bëshim analizën e aksioneve. Po hym direkt te segmenti i analizë të parashikimet e aksioneve. Do flasim mirë për indekset kryesore. Flasim mirë për S&P 500 që na kanë hecur shumë mirë dhe kjo ka ringjallur tregun e aksioneve. Javën e kaluar unë parashikoja 5700 dhe po vazhdon atë rrugë tim pak dip në fillim të javës. Këtu ishte momenti për të bler, që unë shfrytëzova. Të hënën dhe të martën unë shfrytëzova duke pozicionuar le të themi më agresiv në treg, duke bler le të themi 10 dhe më shumë, nuk të kem 12-14 aksione tani që i kam në portfolio, dhe duke shtuar te pozicionimi në Palantir dhe MSTR për më lartë, për long. Tu ishe zona dhe pasaj shpërthy me idenë që do shkojmë te 5700 dhe atëherë mund të kemi ndonjë rezistencë këtu. Jemi shumë afër, i bin që mund të kemi dhe këtë javë, shpresojmë që kjo javë na heci pozitiv dhe pasaj të shikojmë me kujdes me menaxhim portfolion. Paktën unë do ta bëj këtë gjë, do ta shikoj me kujdes portfolion, që të filloj që të dal pak këtu, të nxjerr 50% të profitit dhe pastaj të shikojmë të ripozicionohemi ose të dalim komplet. Po kjo është ajo analizë që unë kam. Ishte edhe mundësia që të shkonte për short, por më shumë për long. Mundësia për një double bottom ekziston akoma, që mund të jetë diçka e tillë. Por është për të parë janë për të parë lajmet dhe eventet që do dalin ditë mas dite dhe të ardhur që do dalin këto javë nga kompanitë më të mëdha në Amerikë. Kleo dhe Iri kishin diçka për shtu këtu? Jo, për S&P do të ka pasur goxha puts janë djegur, sepse ata që kishin për call fituar miliona këtë javë. Pas disa postime në rating që me $500 kishin fituar $30,000. Atë callet të $520 për S&P edhe të $550. Kështu që janë shumë puts dhe më thënë që janë ndjeru nga institucionet. Kështu që përda kishim edhe ndoshta këtë rritjen. Përse edhe earnings po bëjnë atë sezonin e vet, po dalin përgjithsisht pozitive sepse janë për 3 mujorin e parë, ku s'ka pasur tarifa, ku kemi qenë nga ajo euforia, kështu që
besoj se do jetë pozitive deri në fund earnings season. Që mund ta çojë çmimin te 5.000 të gjitha, pastaj të shohim si do shkojnë pas asaj. Se ne do të bëjmë më mirë, të vendosim stop loss-at sa më larg në profit, dhe jemi të sigurt se do shëtë këtë tregu. Po, mirë që përmende këtë pjesën e options të puts, sepse dhe kjo ishte një arsye tjetër pse unë e traktova me idenë që duhet të skadojnë këto puts, sidomos Skadoja sigurisht shumë puts, sikur të 80% ishin puts, më duket javë. Ishte shumë bearish dhe tregu, ndava edhe këtë analizë të Telegramit që tregu ishte shumë bearish këtë periudhë, me një anim të tepër, le të themi 80% që thotë diku te 70-80% ishin bearish, dhe në këto çmime këtu poshtë. Këto çmime këtu poshtë 5100. Dhe kështu që mendova që duhet të rritet pak tregu, pastaj të fusi ca tregtar bullish, dhe pastaj të bëj ulje. Unë prandaj traktova këtë lëvizje dhe unë dom të dal këtu dhe të shikojmë pastaj në një tregtim për një vazhdimsi për lart ose shortim prap. Dohet më lojë edhe Nasdaqu, sepse Nasdaqu ka ecur më shumë, se është sektori teknologjik edhe Nvidia që përfshihet këtu, që Iri përmendi pak më para që ka pasur një lëvizje të mirë. Po shikoni këtu zonat që unë kam përcaktuar që mund të testoj. Dhe nga momenti që unë kam bler, se e kam treguar dikë tjetër këtë, që kam bler nga kjo zona këtu dhe ka bërë 6% në këtë periudhë Nasdaqu këto ditë, dhe është një lëvizje shumë e mirë, edhe unë kam bërë diku te 6-7%. Por suksesi në tregtim është si të rish jashtë tregut kur të tregtarët e tjerë janë minus. Kjo është vetëm një avantazh që ti mund të krijosh, është që të mundësh tregtarët e tjerë, është të rish jashtë tregut kur ka lëvizje minus 25% që kam ndetur unë, dhe pastaj të pozicionohesh në profit. Kaq. Po bëre këtë gjë, je i suksesshëm. Dhe kjo është arsye pse ne kemi një performancë më të lartë se sa mesatarja e tregut dhe performancë më të mirë në përgjithësi, por dhe këtë kjo shikoj që do shkojmë te 19.800, 20.000 dhe pastaj mund të gjejmë në një rezistencë. Mund të shkoj dhe te kjo zona e 20.600, 20.500, por pak si vështirë ta bëj direkt atë. Është për të parë gjendja dhe euforia blerje këtë javë që do hapet të hënën, të shikojmë se si do na hapet tregu. Small caps nuk kam pasur në një rritje aq të mirë, prandaj unë personalisht nuk jam pozicionuar te small caps, do të tregojmë pak portfolion tim që shikoni shumicën e ideve që unë jam pozicionuar. Small caps nuk kam pasur, po ndoshta vim mrapa. Po që ka një treg që po fillon që të formohet mirë, kemi potencial për një 10% të small caps që do na japi dhe një dorë tjetër profiti, që të akumulojmë dhe të kemi këtë performancë të jashtëzakonshme në muajt në vazhdim, po që ecën tregu. Kleo, do të shënoj këtë gjë me ty që merremi me filtrimet bashkë. Do të shikojmë small caps këtë javë. Okay. Se small caps performohen mirë dhe ideja është që janë legit, po vinë ka mrapa. Dhe mund të kapim small caps këtë javë që do vi dhe të shtojmë të portfolio. Këto, gjatë kohës që dalim nga këto large caps. Iri, dhe gjë tjetër për shtu këtu, Kleo? Për indekset apo? Unë pres po positive earnings, po thjesht të gjithë kompanitë më të mëdha. Për edhe kjo javë do bëhet edhe një javë mirë. Vetëm që ose nuk do dhe dojë situatë politike ose ekonomike, sepse kemi dhe goxha data që dalin, që të nështë ose dalin keq, mund të kemi ullje pavarësisht good earnings. Përshë? Stop losses përdosin i gjithmonë, sepse tregu mund të arroj shumë shpejt, sepse është ideja e efektit domino, në qoftë se bëhet trigger stop lossi i klientëve të mëdhenj, ato bjerë shumë shpejt, domethënë edhe të trigger stop lossi i njëri tjetrit. Përshë do të bëri shumë kujdes në situata volatile.
Eksakt. Një avantazh tjetër është thjesht fakti që hyn në momentin e mirë në këto zona që ka probabilitet më të larta që do bëj një bounce dhe shkoj për lart, si kemi hyrë ne, dhe pastaj je në profit dhe mbulon veten e vend të zero stop lossin dhe të paktën paratë tuaja i ke të sigurta. Dhe do të thënë edhe kjo diçka do të thotë që kompanitë të mëdha nuk luajnë për 10-20% siç luajnë tregtarët e vegjël. Ata luajnë për 1-2% dhe duan sigurisë më shumë se sa huge profit. Po, eksakt. Duke qenë të menaxhojnë shumë kapital. Eksakt, edhe thjesht mbrojtja e dur, mënyra herë duhet hyrja dur, kuptohet që duhet hysh në treg në momentin e dur që të hysh në profit direkt, po pastaj duhet ta mbrosh veten sa më shpejt. Prapë te pjesa e avantazhit. Për portfolion do t'i bëj shumë shpejt përmbledhje Palantiri që mendoj që edhe Irdi e ka bler Palantirin. Besoj që duket shumë qartë këtu që kam bler dhe jam direkt 21% plus. Kam shtuar dhe ca te kjo zona 92 për para shpërthimi, se pa shenja që të kishe shpërthim. Kam shtuar dhe ca këtu te 92, me idenë që të shkojmë te zona 120 ose dhe më lartë. Kemi dhe probabilitet për më lartë sepse ka fituar kontratë me NATO-n Palantiri dhe po Lëdashëm për përdojnë dhe AI për të marrë informacion akoma më të sakta për gjetjet e luftës, për Irani më duket diçka e tillë. Që që po i integrohet shumë në ushtri Palantiri. Po. Është një le të them për NATO është diçka shumë e mirë sepse duke hequr le të themi ndihmën Amerika nga NATO, edhe le të themi përfshirjen e madhe me NATO-n, është i detyruar shtetet e NATO-s, që janë shumica janë europiane, që të investojnë te armatimi dhe te le të themi zhvillimi i ushtrive. Po shikojmë në Gjermani që ka patur aksione në këtë sektor në rritje të madhe dhe në shtetet tjera europiane që të mbrojnë veten ndoshta nga një luftë që mund të ndodhi. Se Amerika mund të le të themi të jetë edhe veç në këto situata. Ka ndryshuar le të themi situata gjeopolitike dhe pasiguria. Duke shtuar këtu kam rritur dhe stop lossin, se kisha diku pak më larg me ide që isha pak më konservativ, më i kujdesshëm, dhe pastaj kam rritur stop lossin që edhe sasin që kam futur te ky momenti i 93, 92 ca, dhe pastaj shkum për më lart dhe tani kemi një që mund ta realizojmë te 1.8, jemi diku te 1.5. Që është shumë e mirë te Palantir. Mëse të rëja kam bler që javën e kaluar në këto javën që tenten dhe ishe pozicionuar pak si herët për mendimin tim para euforisë, sepse këto lëvizin pak si shpejt dhe ndoshta nuk e kap nga faktori i kriptos. Kjo është trajtim me temën e kriptos. RKLB-ja ka qenë shumë e mirë, që ka filluar tani këtë valën për lart dhe ka shumë potencial që të vazhdojë më lart, po që tregu vazhdon në përgjithësi, kemi potencial deri te zona 28. Edhe një RR shumë të mirë. RR që është një aksion. Dhe te kjo unë aktualisht e bleva pak më ulët këtu te 1.95 e bleva këtë herët që të hyet direkt në profit. Ka një barierë te kjo vizat trendit, por po që bën edhe një dip dhe mund të shkoj shumë më lart. Unë po pres do një val si puna kësajt, po bëri do një val të tillë shpërthyese, mund të arrijmë diçka te 160%, 1.16 dhe prandaj e traktova këtë me një themi rrezik shumë të vogël. IonQ pati këtë lëvizjen shpërthyese të premten, pastaj çrye pak
tregu, por jemi okay në një tregtim që unë kam hapur diku të duket të ke zona këto të 27, 26. Se nuk e kam shënuar këto. Me ide që shkoj prap të kjo zona për 1.4. Kam bler dhe crowd. Ka qenë një humbi aty. Të kjo zona këtu dhe për shikoni që direkt ka shpërthy 2 ditë rjesht dhe jemi plus të kjo diku të 80%, diçka të tillë. Ka dhe të tjera, kjo ishte një nga blerët e fundit që ishte të premten. Bleva këtë me ide që kemi hapësirë të mjaftueshme që të bëjmë një rritje, por jam okay me një falishe këtu të kjo zona. Jam okay edhe me një dip këtu. Jam okay që të pranoj dhe një dip këtu, sepse e di që ndoshta i duhet pak tregut edhe mund të hyj pak minus, pastaj mund të bëjmë këtë valën shpërthyese për lart. Janë ca gjëra që kur e kalkulon rrezikun është okay që të një herë ta pranosh pak humbi dhe pastaj të japësh hapësirë që të vazhdoj për lart. Aseti ose diçka e tillë. Varet se formon çmimin. Po AVGO është shumë e mirë për mendimin tim. Po, edhe me këto çmime mund të pëlqen. Me ide që të marrim dhe 50% të tjera këtu. Për stocks për mbyll me kaq, ndonjë gjë tjetër për shtu këtu? Do të jemi pak në Excel, me që mbulot e gjithë sektorit e teknologjisë. Si ka ecur? Po. Duket se ka bërë goxha botëm, se tash po fillon atë rritjen e avazh. Nuk e qenë se është e tjera. Kjo është pak a shumë si AMD që e kam trajtuar unë. Se unë traktova AMD. Shikoj, shumë ngjashme me atë themi mënyrën e se nuk e bëri këtë formimin. Rënje që bëri tregu dhe pastaj tani performohet. Shumë ngjashme me atë pjesë. Ta çojmë dhe BlackBerry si kompani cyber security po pëlqen ato nivele se duket sikur është pak laggy. Po. Kjo ka një moment kyç që mund ta shikohet si një probabilitet të lartë kjo thyrje këtu. Dhe tani kemi potenciali që ke edhe një rrë të mirë, se zakonisht kur fillon ky trendi kështu radhë herë bën dipe tregu. Dhe probabiliteti është shumë i lartë që mund të shkojmë të paktën te 21. Po, se gjithëta ishte të ajo gollimi i parë, po që nëse teknologjia fillon të ecë në teknologjinë e tij, mund të shkojë prapë te nivelet më të larta. Të 40-50-60. Po. BB është sektori i cibernetikës tani, nuk bën më celulare me sa diun. Dhe ishte ky shtrëngimi këtu që mua më pëlqen dhe e kam shënuar. Dhe tani kemi këtë tjetër që po bëhet. Për të CrowdStrike u rrit, vadë që edhe kjo është çik laggy, po besoj po të rritet apo çfarë. Kjo është për të që ka pasur në tar. Po është për të parë. Më duket se do të bëj një dip personalisht, por ndoshta e kam gabim këtu. Po, në vlerë kaq të vogël sa që nuk është se dier shumë, mund të shkojë te $2 prap, pastaj të ketë një rritje ose $2.5. Sikur të shkoj pas, po. Po, lëvizja për long dhe ishte kjo, deri te $4.50 në 1.3. Mund të japësh pak më shumë hapësirë këtu po që hyn. Me idenë që edhe po bëri një dip e lën tregtimin që të marrë pak frym dhe pastaj të bëja televizjen lartë që do ishte diçka e tillë. Ose pak më themi me dip më të vogël. Okej.
Unë po mendoj ta mbyllim me kaq segmentin e aksioneve. Folëm për indekset kryesore dhe pastaj për ca ide që ne kemi ndarë të Telegrami gjatë javës për aksionet dhe portfolin që unë kam ndërtuar, televizit që kemi trajtuar ne në përgjithësi. Tani po mendoj që tani do hym te segmenti i madhrave, do flasim për dollarin, për floririn dhe për US Oil dhe ca të tjera. Do t'i mbulojmë këto shumë shpejt që të shikojmë gjendjen e përgjithshme e tregjeve. Flasim mirë për dollarin. E mbulum pak çfarë dollarin që ishte një situatë që do të rriteshe. Nëse që përshikoni vetë këtu që ka një hapësirë që mund të kthehet një çmim mesatar deri te 101. Këte synime kam pasur në gjatë gjithë periudhës që kemi qenë te kjo zona, për bërë një dip final. Rëse i është shumë i shitur këtu, tregon që probabiliteti është shumë i lartë që të ndodhi kjo gjë. Prandaj prisin një rritje të dollarit kundër euros ose poundit. Flasim për floririn tani. Floriri është long të heq pak të vizatimet e tjera. Flasim me trend, dhe me fat mesëm është long, por ne jemi munduar të kapim këtë mean reversion me idenë që është bërë shumë i blerë disa herë dhe i shumë i blerë të disa orare, jo vetëm të një ditori, por dhe të një javori, një mujori, ka filluar të pozicionimin le themi shumë të blerë dhe direkt sa ka kapur 1500 ka filluar le themi shorti këtu. Animi për short. Iri e shprehu pak më parë që ka tregtuar nga 3450 deri te 3300. Që është diku 1.4. Unë kam tregtuar dy lëvizje, një që ishte nga 3400 e ca deti kjo zona, edhe pastaj po mundohem edhe kam hapur një pozicion nga kjo ana këtu për një trajtim deri te 3200 ose 3000, pak më afat gjatë kjo. Që kam profiti që kam marrë te kjo, më sponsorizon dhe më jep rreziku që unë mund të marr përsipër këtu. Marr profitin, përdor atë profit për të marrë rrezik pak më të madh dhe për të tregtuar pak më afat mesëm këtu, ose le të themi disa ditë. Është për të parë vetëm për që kemi një ulje të aksionet, mund të ketë një rritje ose disa lajme negative të përgjithshme. Flasim dhe për naftën, për US Oil, që ka qenë në rritje. Kjo nuk më ka pëlqyer shumë mu personalisht, ka pas një farë rezistencë këtu, po mund të jetë një zonë që mund të thyej tani dhe të shkojmë prapë me atë sezonalitetin që foli edhe përmendi Irdi e US Oil për sezonin veror që ka konsumim më të madh. Ti im prapë të 67, ndoshta deri te 70. Unë personalisht nuk pëlqen tregtimi te US Oil, nuk ka ndonjë informim që përshtatet me strategjitë time dhe nuk po jap ndonjë ide këtu. Kemi gazin natural, natural gas, që po ra shumë, tani ka rënë shumë, dhe që ky momenti këtu, te 4.8, 4.9, që ka kapur, dhe pastaj u shit. Kemi kujdes, por animi tani do ishte më shumë për long, te gazi natural, sepse është shitur shumë, po fillon të bëhet shumë i shitur, mund të bëjnë një mean reversion deri te kjo zona 3.3 ndoshta 3.1 nga 2.9. Edhe ndoshta këtu më shikojmë ndonjë ide për rëndësi. Në të taj, nga dhe ratë në duket, e dhe shumë vjerë.
Pa VST-ja, të shikim se si po ecën. Kjo na që është përfshirë më shumë te sektori i energjisë ka pasur rritje. Por do shikim ndonjë ide që të trajtojmë këto. Mund ta bëjmë edhe këtë si shënim, Kleo. Ka zi natyral për lart. Sektori po që na del në një filtrim. Të një tjetër, nikël, metalet, këto gjitha kanë rënë, silver, po ashtu është, le themi, me shumë zhurmë nuk më pëlqen asnjëherë që ta thektoj. Ti jeri përmende kakaon. Po, kakao, më pëlqej vetë për shkak, por nuk është se u bota. Se di, është akoma shumë herët, të këndu kryq. Që është edhe shumë produkti shtrenjtë. Po. Ato humbjet në dollar, pavarësisht se në përshqitje mund të jetë vogla, por në dollar janë shumë. Po. Do shikoni këtu që unë kam pasur këtë vizën e trenit të vizuar dhe me idenë që po u thë kjo, unë mendoj që do të thënë këtu dhe kjo zona. Unë nuk e traktoj kakaon, por e bëra si analizë për madha që shikoj. Ka dëgjues që shikojnë madhër dhe do të dinë situatën. Po kjo traktimi këtu do ishte interesant për mua që të hyja long. Diku këtu do kisha hyrë. Me një stop loss të kjo zona këtu. Për 1 me 3. Shka t'il, kafja, ose të tjetër soybean, sugar, sheqeri, duket interesant këtu, të kjo zona. Që ke bërë këtë triple bottom pak a shumë. Se nuk janë perfekte zonat. Ka testuar disa herë. Dhe thyrën e kësaj zone këtu është probabiliteti shumë i lartë që të shkojmë për një long. Të sheqeri. Por kaq, shikojmë edhe këtë tjetër që është se më duket është Oat Futures. Nuk më pëlqen. Me që ka ecur, kjo ishte shikojmë edhe kafen. Sheqeri që ka i mirë, kafja në çmime të larta. Prandaj kafet këtu janë bërë 4 pound e ca. Në Londër, ose duket. Tu gjithmonë aq ka qenë. Po se di, kur jetoja unë vitet më parë ka qenë 2 pound. Një kafe, 1,90. Pastaj 2 e ca, pastaj 3, tani 4. Gjithë inflacioni, po. Okej. Mendoj që kaq ta lejmë analizën teknike. Si mendoni, keni ndonjë gjë për shtu Kleo dhe Irdi? Po lejmë me kaq, kemi bërë analizat e gjithë tregjeve. Unë për ju që na keni dëgjuar deri në fundin e podcastit ju falenderoj dhe ju ftoj që të na ndiqni në YouTube, të bëni subscribe sepse po mundohemi shumë shpejt, kemi plane shumë shpejt në shtator që të riformatojmë kanalin dhe do ta bëjmë kanalin numër 1 për tregje financiare. Unë besoj që jemi që tani, Kleo, Irdi, apo jo? Po. Por marrim shumë mesazhe pozitive që shumë njerëz ose kanë shpëtuar parat ose kanë fituar diçka, kështu që po. Vetë se kemi bërë punën tonë. Ne jemi munduar që t'ju informojmë me lëvizjet që po bëjmë ne dhe mendimet tona dhe parashikimet tona. Por dëshira ime është të bëhet dhe më i madh kanali, prandaj na bëni subscribe dhe do zhvillojmë kontentin, do bëjmë kontent edukativ, do bëjmë kontent të tjera, me emisione të tjera shumë shpejt. Por është thjesht çështje organizimi dhe riformatimi të çdo gjë që ne do bëjmë. Gjithashtu na bëu pjesë e Telegramit duke ndjekur linku më poshtë dhe na ndiqni në media sociale të tjera që është Instagrami dhe TikToku, që të keni akses të çdo informacion që ne do ndajmë gjatë javës për tregjet financiare. Faleminderit Kleo dhe Irdi. Faleminderit.